Në ditën e dytë të zbatimit të projektit Safe City, qytetarët thonë se kanë filluar të vërejnë ndryshimin e trafik. Megjithatë kanë vërejtje për mungesën e sinjalistikës rrugore, sidomos në disa lokacione më të frekuentuara. Па мислам дека свеста кај граѓаните уште кога се воведе системот е на завидно ниво. Така да се надевам дека ќе вроди плод со оглед на тоа што ограничувањата и сме повнимателни. Нема казни, се вози полека, се фаќаат семафори на зелено, пошто сите возат во некој зелен бран. Тука особено на овој дел нема знаци колку треба да се вози. Па се знае дека е 50. Треба да има знаци. Треба да има. Тука на овој дел особено нема знаци колку треба да се вози. Знаете ли колку тоа? Да, знаеме 50. Не треба ли да има знаци? Па може да има, да, не. Ndërkohë Ministri i Punëve të Brendshme, Panço Toshkovski, theksoi se në ditën e parë të funksionimit të Safe City-t, kamerat kanë regjistruar vetëm 500 shkelje në trafik, që sipas tij përbën ulje të ndjeshme të numrit të shkeljeve krahasuar me ato para 2 muajsh, kur filloi periudha testuese. Sistemi Safe City detekton 4 kundërvajtje në trafik, drejtimi i automjetit me shpejtësi më të madhe nga e lejuara, kalimin e dritë të kuqe në semafor, drejtimi i automjetit me regjistrim të skaduar dhe parkimi pa rregullt. Gjobat do të jenë nga 25 deri në 500 euro, ndërsa nëse paguhen në afat prej 8 diteve, gjoba paguhet vetëm 50%.